Opozita ka zhvilluar 3 protesta kombëtare në arkun kohor të pothuajse një muaj, ndërsa protesta e radhës është paralajmëruar se do të mbahet më 28 shkurt. Ajo që ka karakterizuar 3 protestat e para është një përshkallëzim i përplasjes mes protestuesve dhe policisë, ndërsa kjo e fundit ka përdorur mjete në mënyrë jo proporcionale për të shpërndarë turmat. Kjo vore veçanërisht në protestën e fundit, atë të 20 shkurtit, kur forcat e rendit të drejtuara nga Ilir Proda nuk duruan gjatë dhe menjëherë vu në përdorim mjetet për shpërndarje turmash, madje limitet u tejkaluan kur u tentua një rrethim policor i selisë së PD-s, me synim kapjen e demonstruesve që gjetën si shpëtim strehimin o borrin e ish Qupit apo godinën e partisë më të madhe opozitare, por jo vetëm. Në një mënyrë krejt jo profesionale, gazelotësjellës i policisë së Prodës pushtoi edhe xhamin e namazgjas, aty ku ndodheshin qindra besimtar që kryenin ritet e faljes në muajin e shenjtë të Ramazanit. Xhamia u pushtua nga gazi, besimtarët u kapën të papërgatitur, ndërsa justifikimi i dhënë nga policia ishte se në kultin fetar ishin strehuar demonstrues nga ku hidhnin molotovët në drejtim të forcave të rendit. Pavarësisht këtyre dyshimeve, policia e Prodës ra në kurth, duke sulmuar besimtarë që nuk kishin asnjë lidhje me protestën, molotovët, fishek zjarrët apo çdo veprim tjetër që mund të rrezikonte policë me apo pa uniform, me kapuç të zinj apo pato, që vërdalliseshin për të kapur gjahun në rastin konkret protestues. Policia po reagon pothuajse në të njëjtën mënyrë, duke shtuar dozën e kundërveprimit me pretendimet se nuk mund të lejojë që të rrezikohet jeta punonjësve të rendit nga demonstruesit. Dhe këtu nuk mendohen gjatë. Harrojnë se në zonën ku hedhin gazin me shumicë janë me qindra banesa që për sa kohë zhvillohet përplasja kthehen në të pabanueshme për shkak të toksinave të dendura që përhapen me shpejtësi. Në të 3 protestat e zhvilluara deri më tani, ajo që është fakt është se përballë protestuesve vendosen kordone të shumta policie, mjete speciale, paralajmërime kërcënuese dhe një gatishmëri e dukshme për konfrontim. Gjithçka bazohet në një plan masash që artohet paraprakisht dhe ku duket se nuk respektohen ato shkallët e reagimit apo proporcionaliteti. Në drejtimin e Ilir Prodës, policia e shtetit akuzohet jo thjesht për ashpërsi, por për një strategji force që trajton protestën si armik, jo si një drejt demokratike. Dhe kur policia i përgjigjet protestave me gaz lotësjellës, ujë me presion apo bomba shurduese, pa përfshirë këtu përdorimin e policëve me shkopinje skafandra apo civilëve që gjurmojnë gjahun e vetmuar për të plotësuar numrin e të ndaluarve, mesazhi është i qartë, të ngjall frikë. Një polici që pozicionohet si në një operacion kundër rrezikut të brendshëm, vend që të garantojë tubimin paqësor, krijon klim përplasje të qëllimshme. Tensioni nuk lind rastësisht. Ai ushqet nga mënyra se si menaxhohet protesta, përdorimi i forcës si përgjigje e parë, jo si mjet i fundit, e delegitimon jo thjesht atë policin që vepron si robot, por të gjithë strukturën që sot drejtohet nga Ilir Proda. Në një demokraci të vërtet, policia duhet jetë mbi palët, por kur veprimet e saj duken të sinkronizuara me interesat e pushtetit, lind dyshimi se rendi publik po përdoret si justifikim për të frenuar kundërshtimin. Një shtet i sigurt nuk ka frikë nga protesta, një shtet i pasigurt e sheh atë si kërcënim. Nëse vazhdon kjo qasje konfrontuese, pasojat nuk janë vetëm disa përplasje në rrugë, pasoja është radikalizimi i qëndrimeve, që sikundur u paralajmërua më 20 shkurt, mund të aplikohet që në protestën e 28 shkurtit, dhe kjo është shumë e rrezikshme se sa çdo protestë.